Një tjetër zhvillim tronditës për hetimet që lidhet me aferën e dyshuar korruptive në Bashkinë e Tiranës. Këtë herë në qendër të akuzave është Ajola Xoxa, bashkëshortja e kryebashkiakut pezulluar Erion Veliaj. Të hënën Xoxa u paraqit në ambient të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e shoqëruar nga avokati i saj Dritani Jahaj. Ajola Xoxa mbërriti rreth orës 9:30 në godinën e Spakut, ku ju komunikua një akuzë re, ajo e fshehjes së të ardhurave. Sipas burimeve pranë Spak, dyshohet se Xoxa ka përfituar në mënyrë të palishme fonde nga Bashkia e Tiranës apo kompani që kanë pasur kontrata me të cilët janë kanalizuar përmes një rrjeti organizatash jo qeveritare. Bëhet fjalë për shuma të përfituara në mënyrë të tërthort në periudhën kur Bashkia ka pasur bashkëpunime të shumta me OJF, të cilat janë në verifikim për pastrim parash. Aktualisht, Ajola Xoxa po hetohet në masën e detyrimit për paraqitje, ndërsa akuzat ndaj saj rëndojnë edhe më shumë situatën ligjore të bashkëshortit të saj, Erion Veliaj, i cili ndodhej prej disa muajsh në paraburgim. Prokuria nuk ka bërë ende publike episodet konkrete apo provat që lidhen me këtë akuzë të re, por hetimet vijojnë në kuadër të një dosje të zgjeruar mbi dyshimet për abuzim me fondet publike të Bashkisë së Tiranës.